Albania Radio, she's on air. Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në 100 FM në kanalin 10 në digital. Javë për javë ju e dini e Intja është bërë rutina juaj ku Shizoner patjetër është pjesë e saj. Sot bashkë me ne si çdo javë të ftuar shumë të veçantë, por kjo sotme është goxha e veçantë, të paktën për mua një herë sepse më erdhi radha ta intervistoj për vete. Nevina Shtylla, mirë se erdhe në Shizoner. Përshëndetje goca, kënaqësi të jemi së bashku. Këtë herë kemi ndruar fiks vendet tina nga trotuari ku më vini ju për vizitë pas here edhe mërziteni ndonjëherë me pyetje që ju bëj unë. Jam me gjitha juaja gati për ta bën çitje. Lajm me sapet. Lajm borxhet. Le t'ja nisim me pyetjen që besoj të gjithë jemi shumë kurioz. Pa hënjer. Si është Nevina Shtylla pas kamerave? Tani këtë duhet ta thoni ju mi goca. Tani neve mund të themi se çfarë ndodh në backstage me ne, po jo se çfarë ndodh në shtëpi me familjen. Jam një njeri i thjeshtë si gjithë të tjerë, ndoshta më e thjeshtë se ç'duhet edhe e shijoj, mundom ta shijoj atë përditshmërinë time, pavarësisht se puna është një pjesë e pandare ime dhe nuk na figurojnë edhe ditë festash, sikurse mund të kenë qelluar edhe këto të fundit. Jemi gjithmonë në krye të detyrës kur i thon, por realisht në përditshmërinë time jam një njeri shumë i thjeshtë. Edhe këtë mund ta dëshmojnë shumë njerëz sepse realisht jam vazhdimisht në kontakt me njerëz të ndryshëm, nuk është se preferoj të frekuentoj vende shumë ekskluzive, mundom ta bëj atë përditshmërinë time duke nisur që nga kafe e mëngjesit, që nga një xhiro me qenushin me rokon që kam fuese të përditshme, takohem shpesh me njerëz të ndryshëm në rrugë, kështu që mendoj që thjesht. Faleminderit shumë. Patjetër. E Nikol suksese by the way. Shumë faleminderit. Je shumë e mirë, suksese edhe ty patjetër. Faleminderit. Çfarë? Patjetër, po. Ju vazhdo. Mund të shoh. E bëjmë pastaj Me goca, ke të mira. Si ty kemi shumë. Në trotuar ndoshta luftojmë për ta marrë atë fjalën tonë. Patjetër. Jepi Nikol se të mbakan gocat më të mira më duket. Si ka qenë për Nevinën tonë të dashur momenti që nise eksperiencën tënde dhe më pas nise dhe të kuptoje që ti po kthehesh në një figurë publike, si ke reaguar ti me këtë fakt? Më ke kthyer shumë pas në kohë sepse po ta mendoj ndonjëherë realisht ribëj këto llogaritë duke qenë për ditë aktive në media edhe harroj se prej sa kohësh jam pjesë e kësaj fushë, mund të jenë bërë mbi 10 vite. Jo mbi 10 vite, po e sigurt mbi 11 vite që jam pjesë e televizionit në mënyrë konstante me eksperienca të ndryshme dhe më ke kthyer shumë pas. Kanë qenë fillimet e mia. Nuk di me Nevina. I kujtoj se realisht i kujtoj me shumë përzemërsi ato fillimet e mia, ka qenë një gjë e re shumë për mua, e mbushur plot me emocione dhe me pasiguri mbi të gjitha. Kam patur një lloj pasigurie shumë të madhe tek vetja ime, po diçka që më ka karakterizuar ka qenë që i kam bërë gjërat, nuk jam tërhequr asnjëherë, edhe kur kam patur ato dyshime tek vetja, kam thënë prit ta provoj një herë se ndoshta ja dal mban. Dhe më ka rezultuar që ky hap i para që bën ndonjëherë të print tek hapat e tjerë që pasojnë, kështu që ndonjëherë është thjesht ta ndërmarrësh, ta hedhësh atë hapin e parë dhe të kesh guxim tek çdo gjë që të sfidon për momentin. Në kaq shumë vite sa keti në ekran the 11 vite. Çfarë është një gjë ose shumë gjëra që publiku nuk i sheh nga jeta e televizionit? Televizioni është një fushë shumë e bukur, shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë. Të bësh televizion tani, sidomos në epokën ku jetojmë pjesë e mediave sociale, vazhdimisht pavarësisht punës që bëjmë në ekran, në televizion që një kohë mund të ketë qenë pak më i largët kontakti me personazhet e njohur me publikun që na ndjek, tani duket sikur jemi akoma dhe më tepër në sy të tyre. Duket sikur puna që bëjmë është e lehtë, sepse hyn tek entertainment, paktën ajo gjë që bëjmë ne, që hyn tek programet argëtuese, showbiz dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me atë që ne bëjmë në përditshmërinë e diell, në trotuar, në Shizoner dhe kudo tjetër. Duket ndonjëherë sikur është më e lehtë nga ç'është, por realisht ka një lloj përgjegjësie. Ti je një figurë, besoj edhe ju gjithashtu jeni figura tashmë publike, keni përgjegjësinë ato çka thoni, pra duhet të argëtoni publikun, por pa e cënuar dhe pa shkelur 2-3 parime që gjithë secili nga ne duhet të ketë. Kështu që ka. A është Nevina nga ato personazhet publik që ndikohet nga komentet në rrjetet sociale? Më shi përmendë pak më parë. Në fillimet e mia po, ndikohesha, edhe mërzitesha shpesh, ndërsa tani kam kuptuar që të komentohesh si për mirë si për keq, do të thotë që ti je në qendër të vëmendjes edhe publiku ty të sheh, ka pretendime për ty, kështu që ndonjëherë dhe ato komentet e këqija që dikur mund t'i përjetoja jo dhe aq mirë, tani mirë pres. Normalisht jam e limituar se çfarë
çfarë komentesh marr parasysh, sepse ka edhe disa komente që ndoshta thjesht duan të vjellin vrerë dhe të nxjerrin ato inatet e tyre. Po jam shumë kurioze të dija, është ndjer ndonjëherë në vina shtylla e pasigurt me veten, inferiore po themi. Inferiore jo, sepse inferiore bie të kem një nivel krahasimi me dikë tjetër edhe kam patur pasiguri tek vetja ime me përgjegjësinë që më është besuar, po nga ana tjetër kam patur fatin sikurse thash të mbesojnë gjëra me shumë peshë dhe që mua më kanë sfiduar dhe më kanë rritur. Nëse ti nuk merr përsipër gjëra më të mëdha se sa vetja jote, nuk zhvillohesh dot, nuk rritesh dot. Kështu që vazhdimisht ndihem e sfiduar nga projektet e ndryshme që marr. Më i fundit ka qenë edhe trotuari dhe unë kam shprehur dhe kam thënë momentin e parë që më është besuar trotuari, ka nisur nga një rrethan nevoje, po e quaj unë, Manusha kishte nevojshme që të ishte pak më i lirshëm me programet që mbulonte, kishte nisur dhe Top Arena dhe në atë kohë tha që okay, provoj ta bësh ti një herë. Na funksionoi me ato problematikat e vetë trotuari, parë dhe derisa ma la në mirëbesim që t'isha totalisht vetëm unë. Kështu që normalisht ka gjëra të tilla që më sfidojnë, më bëjnë të ndihem më pasigurt për momentin, po në këtë eksperiencë. Ne kemi gjithmonë një jingle sa po shoh sot. Jeni ndarë bjondet, brunet veç. Jo, veçse ishim pak edhe në këto periudat e fillimit dhe të vështira. A ka pasur momente të caktuara ku ti je ndjer sikur je detyruar ndoshta të heqësh dorë për ato momente, qoftë edhe mendimi që mund të ketë kaluar në mendje? Të heq dorë nga çfarë? Nga televizioni patjetër. Të mendoj të largohem nga televizioni. Kam patur në momentet e vështira referohem gjithmonë. Kam patur disa momente që e kam menduar të tërhiqem. Në një periudhë në fakt edhe jam tërhequr pak nga televizioni për shkak që po i quaj unë madhore dhe jo nga dëshira ime apo vullneti im i lirë, po kam menduar që ndoshta ai mund të ketë qenë hapi më i mirë për tu bërë për veten time, për qetësinë time dhe për karrierën time në momentin që e kam bërë dhe jam tërhequr proviziorisht. Gjë më e mirë që rikthyer edhe nuk e ke. Mendoj që tërheqja vetëm kur bëhet është e nevojshme. Pra, fakti që ti tërhiqesh sjell më tepër benefite se sa të qëndrosh aty ku je. Mund të kem patur episode të tjera të komplikuara, fillimet janë gjithmonë karakterizuara me shumë konkurrencë, me rivalitet, jo gjithmonë i justifikuar. Suksesi është një rrugë e gjatë patjetër. Rrugë e gjatë e vështirë. Gjithsesi unë gjej momentin të falenderoj Nevinën për mendoj se Nevina ishte ajo iniciatorja. Ta me thuje, si duash. Nevina ishte plusi që më tha mua pyetjen e famshme, po ti Enxhi lexon libra? Nevina faleminderit. Çfarë libri ke lexuar tani Enxhi? Po lexoj Idiotin e Dostojevskit. Aha, të pëlqen? Po mirë, tani jam në plazhe ke lexuar apo? Ja, do filloj dhe sezoni tani. Nga fundjava të pasha nga pishina. Në pishina normale. Nevina, rikthehemi te këtyre. A jeti pas 11 vitesh aty ku ty e ke menduar veten tënde që në start të kësaj karriere? Unë nuk e kisha menduar fillimisht që do bëja 11 vite në televizion. Ka nisur krejtësisht rrugtimi për mua dhe mendoj që kam arritur në një status caktuar që nuk e kisha menduar ndonjëherë. Dhe jam realisht shumë mirënjohëse për gjitha mundësitë që më janë dhënë, për gjithë personat që më kanë suportuar, për Top Channel mbi të gjitha, sepse është shtëpia ku unë kam gjetur shtëpinë time, vendi ku unë kam vazhduar dhe krijuar këtë emër që kam sot, edhe më ka dhënë mundësitë më të mëdha për gjatë gjithë rrugtimit tim. Janë gati 8 vite tashmë që jam pjesë e Top Channel, kështu që pa Topin si logo nuk mendoj se do të kisha arritur ndonjëherë suksesin që kam patur deri tani. Ti je një nga moderatorët më të përfolura, më të njohura. Unë dua të di, lidhur dhe me komentet e rrjeteve sociale sërish, cili ka qenë një koment, qoftë ai pozitiv ose negativ, që ty të ka ngelur në mendje dhe të ka prekur? Nuk, ndoshta them një së fundmi. Një koment që më shkruante që ishte kompliment, koment negativ, që thoshte mendoj se je një nga moderatorët më të nënvlerësuara dhe nuk e mendoj
që vlen, sepse realisht më janë besuar projekte shumë të mëdha brenda topit. Jam ndër të paktat prezantuese që kam 2 programe në drejtim, si të diellën bashkë me Manushin, me rubrika të caktuara që unë i kam edhe vetëm, jo vetëm bashkë me prezantuesit e tjerë që jemi pjesë e diellës. Dhe Portokallia një program prime time në Top, një pjesë e historisë, edhe një nga gurët e themelit të Top Channel, që e kanë moderuar emra shumë të mëdhenj të televizionit ndër vite dhe më është besuar edhe mua së fundmi, kështu që nuk mendoj që vlen, po mendoj që ndoshta më është dashur të marr pak më gjatë kohë për të arritur dhe për të hedhur këto hapa të fundit. Në çfarë periudhe po jeton ti momentalisht? Ku është Nevina? Çfarë po mendon për të ardhmen e saj? Ku do dalësh, Ina? Unë tani sa kështu. Po mendoj shumë gjëra. Mua të më falin nëse godas të mikrofonin ko pas kohë, po nuk jam mësuar me radion. Jam duke menduar shumë gjëra. Mendoj që jam në një fazë ku jam stabilizuar me dëshirat, pasionet, qefet e mia, jam stabilizuar me veten time, me atë çfarë unë dua të kem dhe çfarë quaj me vlerë në jetë. Kam një vizion pak më të qartë për atë çfarë pretendoj për të ardhmen time, dhe gjërat e tjera pastaj e kemi lënë në dorë të Zotit dhe në dorë të fatit të vi çfarë të vi, dhe do të jetë mirëpritur çfarë ka rezervuar ardhmja për mua. Nuk jam njeri që eci me plane afatgjata, eci pak më tepër me kohën. Për momentin jam duke shijuar punën, karrierën, shtëpinë, familjen dhe gjithçka. Unë jam në fakt më se e sigur që njeri plot me dashuri si ti do rrethoj dhe vetëm me dashuri do merrte mbështeten sigurisht nga familja dhe nga shoqëria, por nëse do duhet cilësoje një person, kush ka qenë ai ose ajo që të ka mbështetur më shumë në prapaskenat e jetës tënde? Po këtë pikë nuk e vë pak, nuk e vë dot fare në dyshim. Kanë qenë prindët e mi, mama dhe babi, janë ndërsuportuesit e mi dhe ata që më kanë nxitur që unë të vazhdoj e lirë gjithë dëshirat edhe zgjedhjet që unë kam bërë në jetë, kanë qenë aty për të më konsultuar dhe për të më udhëzuar në drejtimin e duhur, po pa u bërë pengesë. Më tepër kanë qenë orientues, kështu që nuk e vë dot në dyshim që kanë qenë ata që prej fillimit që më kanë ndjekur hapas hapi. Më pas kam patur partnerin pa diskutim për kohën që ne kemi qenë bashkë, që ka qenë pa diskutim shumë mirë kuptues në fushën që unë kam zgjedhur të jem pjesë, sepse jo gjithmonë është e lehtë të jesh një figurë vajzë në sy të publikut me 1001 komente dhe kritika, dhe jo gjithkush e pranon kur ke një lloj pasigurie dhe një lloj paqartësie se si funksionon realisht kjo botë. Kështu që familja, persona që unë kam afër, ata janë suportuesit e mi më të mëdhenj në rrugtimin tim. Kjo pjesë e parë iku pa unë vlerë, por ju dëgjues të dashur, nëse jeni nisur drejt një destinacioni, zgjateni pak rrugën, se biseda do vazhdoj. Pra, me Nevina do shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer dëgjues të dashur në Top Albania Radio 100 FM në emisionin ton Shizoner dhe në kanalin 10 në digital. Biseda me Nevinën do vazhdoj, tani do kalojmë nga aspekti personal në ato profesional. Nevina si moderatore, ta nisim me Portokallin. Sezoni përfundoi, do na tregosh pak nga ato prapaskenat e juaj, diçka fani që bëni pas. Sezoni thuaj se ka përfunduar, se do të jemi edhe këtë të diel me Best Of, ka qenë puntata e fundit e re, e transmetuar të dielën e kaluar, ndërkohë do të kemi këtë të diel një përmbledhje të puntatave më të mira, të skeçeve më të mira të transmetuara në Portokalli, dhe do rikthehemi me turneon veror Verdh dhe Portokalle shumë shpejt. Kështu që mua nuk më duket sikur ka mbaruar sezoni. Dhe duke qenë se jemi edhe në e diell vazhdimisht aktiv, jam ndër personat më të pakët që mund ta ndjejnë në përfundimin e sezonit. Pra paskena ka pafund. Mua më duket sikur një pjesë po aq e mirë e humorit në Portokalli bëhet edhe në prapasken. Jemi munduar të jemi pak në kontakt me publikun, me xhirime të shkurtra, me video shorts që transmetohen edhe nga prapaskena, kështu që nuk di të ndaj një moment. Ka një lumë qeshurash vazhdimisht edhe prapaskena e Portokallis. Ka momente të bukura, ka momente tensioni, ka gjithçka. Patjetër se të rrethosh me aktor humori, patjetër. Po ti, a ke një aktor që të bën më shumë të përqeshur?
Janë disa prej tyre që më lidhet shumë edhe sensi i humorit, pjesa më e mirë, le të themi. Me të gjithë shkëmbejmë batuta, bëjmë ngacmime dhe kam gjetur një terren në Portokalli që ndoshta nuk e gjej kudo, që pranohet batuta po aq kollaj sa që jepet, edhe bëhen nga këto hi dhe prit. Mund të them me çunat e familjes së Stari, me Sandrin, me Blinin, sidomos kam batuta shumë që kuptohemi me njëri tjetrin, qoftë edhe nga ato inside jokes, mund të i quaj ndonjëherë që merrem vesh vetëm kështu. Me Keidin, prap, kemi po të njëjtin sens humori, me Salsanon, po se po ka qenë edhe Jamie, kemi patur një lloj kimie kështu të menjëhershme dhe na ka bërë bashkë. Nuk po di tani se mund të ngelet hatri ndonjëherë, po jam vazhdimisht me pjesën më të madhe të tyre, janë të gjithë me shumë humor. Në vina në një skenë humori është shumë e vështirë ta mbash të qeshurën. Ty do ka shpëtuar ndonjëherë pa e mbajtur, ja ke plas aty. Ka qenë sezoni i vjetshëm i Big Brother dhe bënim Big Brother VIP Portokalli dhe mua më kishin dhënë rolin e Rizartës, duke qenë se parafronin pak në fizionomi, kisha dhe një fustan shumë gjashëm atë të Rizartës. Dhe ishte rol pak periferika i imi në momentin që e kam bërë. Dhe ishte Gjoda që luante mama në Laertit. Tani ne bëjmë prova atje me njëri tjetrin vazhdimisht dhe e dim praktikisht çfarë batutash do thuhen, ndoshta interpretimi vjen pak më i fuqishëm momentin që jemi direkt në skenë përpara publikut, po pak a shumë e dim çfarë do të ndodh. Dhe e ditim që do dilte Gjoda në një moment për të realizuar këtë rolin e tij, po nuk e kishim parë ndonjëherë Gjodën as të grimuar, as të veshur. Ishte momenti. Dhe ka qenë një moment që jo vetëm unë, domethënë që jam në ato fillimet e mia në eksperiencën e Portokallis, jam bërë 2 vite, por realisht më duket vetja akoma në fillim aty. Po kemi qeshur të gjithë dhe unë shija vetëm koka njerëzish që kush kishte paruke i kishte lëshuar para fytyrës dhe vetëm i tunde kokën. Vetëm ta kokë që tundeshin dhe unë nga që isha në fillim afër Jorkes që bën Ledione, nuk e pash Gjodën që kishte dalë në cepin tjetër. Dhe vetëm kur kthej kokën dhe shoh Gjodën në ato imazhi dhe kemi qeshur të gjithë, nuk e di, domethënë mezi e kemi rikuperuar që të vazhdonim bënim rolin se ishte e papërmbajtshme. Edhe personazhi edhe publiku e ka pritur shumë mirë dhe u kthye në një lloj fenomeni. Po përveç saj në fakt i e shfaqur dhe ke pasur dhe ke ndërmarrë role të tjera në fakt në Portokalli. Si e ke ndër veten në pjesën e aktrimit edhe në ato role që ti ke? Pjesa më sfiduese në Portokalli është përfshirja në interpretime. Moderimi është diçka që ne bëjmë prej vitesh, edhe unë, edhe Kiara, edhe Jamie, edhe gocat e tjerë që mund të kenë qenë prezantim më herët në Portokalli, po pjesa më sfiduese është të jesh prezente me rolet. Kështu që të përfshirja. Aty është një nga elementet më emocionues të qenurit pjesë e Portokallis dhe për ta parë veten në role të ndryshme. Është sa e bukur, aq edhe e vështirë nga ana tjetër, sepse jo të gjithë prezantuesit mund të përfshihen në role, pavarësisht se unë mund të kem patur eksperjenca në aktrim, po aty duhet të jesh karakter ndonjëherë. Jo thjesht që bën një rol pak më ndryshe nga vetja, po duhet të ndërmarrësh hijen e komplet një personazhi shumë ndryshe nga vetja dhe të dalësh nga i comfort zone dhe të thyesh ato komplekse që mund të kesh, se je përpara publikut, të duket vetja ndonjëherë si budallaçk. Në fillime për shembull unë duhet bëja një personazh që bënte herë gjys karate, një herë duhet bëja sikur qaja ndërkohë që bëja prezantim. Domethënë kam patur sfida të ndryshme dhe duhet të çliroja pak veten nga prezantuesja serioze dhe të dila dhe të bëja çuditëra për atë që e konsideroj unë të bërit në skenë. A do doje edhe të ishe më e përfshirë në të ardhmen me aktrimin, pra aktrimin të ta nxjerrë më shumë edhe në spotlight? Po, pse jo? Në Portokalli është një dritare shumë e mirë për ta sfiduar veten në këtë drejtim dhe një mundësi shumë e mirë për të marrë hije të ndryshme, sikur se thash, apo personazhe të ndryshme. Sa i takon aktrimit mirëfill, duke qenë se kam patur prezenca edhe në disa projekte filmike, nuk mendoj që është rruga që unë do zgjedh për jetën time. Ishte diçka që më dha kryesorja, po. E kuptueshme. Edhe nga ato mundësi që unë i kam thënë po dhe më ka sjell kontakte të tjera edhe lidhje të tjera që më kanë ndihmuar në atë çfarë unë bëj në përditshmëri dhe në punën time në televizion, kështu që janë mundësi që i kam
provuar, po nuk mendoj që është më e mira ime aty, le të themi. Eksperienca për ta bërë më të plotë të rrugtim. Pak më parë përmendë turneon, i cili nis së shpejti. Është i sati vit që ju e bëni turneon? Për mua është i treti vit. Pak më parë ka patur disa vite pauzë, pra përpara se tu bësha pjesë e Portokallit, turneu ka qenë on hold, në pritje, nuk ka qenë një projekt aktiv, pavarësisht se është bërë për shumë vite të tjera më parë. Dhe ky do të jetë edicioni i tretë i turneut Verdhe Portokallë, do të jetë në muajt korrik dhe gusht, do të jemi në përsheshe të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, duke vizituar publikun më nga afër, duke qenë më pranë tyre. Pikërisht të doja të ndaloja. Ju keni publikun gjithashtu në sken, por çfarë ndryshimi ka ai turneut? Domethënë çfarë emocioni mund të t'japi ndryshe? Në turne është publik masiv. Në studio televizive, pavarësisht se është tjetër lloj emocioni në momentin që ti ke qindra sy e vesh, kapaciteti i studios Portokallis është 300 persona dhe kur mbushet full, prap ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe vendosesh në një lloj përgjegjësie kompleksi për të dalë sa më mirë, por në shesh ti e ke akoma dhe më të mbushur publikun që ndoshta një pjesë e tyre të shohin për herë të parë nga afër, ti i dëgjon sepse reagojnë aty në moment, e ke akoma më të lehtë të kuptosh se si po pritet ajo që ti po bën, po nga ana tjetër nëse ti performon mirë, edhe zhgënjimin e ndjen pa aq fort. Kështu që duhet të bësh diçka shumë shpejt. Në rastin tim për shembull më ka ndodhur unë kam shumë qef publikun edhe live-in. Është diçka që nuk e përjetoj keq. Më jep adrenalinë edhe e shijoj. Dhe edhe turneun gjithashtu e kam shijuar shumë. Në eksperiencat e mia të para në përsheshe, më kanë ndodhur për shembull episode që nuk dihet se si ti menaxhoja, incidente të vogla ose një vonesë me këngëtar, ti duhet mbushë skenën ose publiku për shembull nuk të reagon kur ti kërkoje një duar trokitje apo një sepse nuk kishte toni i dur, nuk kishte nxitje e dur. Ka disa sekrete që duhet ti mësosh me kalimin e kohës. Ndërsa tani është diçka pak më e lehtë për mua, edhe e menaxhoj pak më lehtë dhe prap ka ato. Imagjinoj në vitin në skenë. Hadi duar trokitje. Po, edhe shumë njerëz që të shohin në sy. Dhe ti thua ç'dua unë këtu. Ti Portokallin e moderon së bashku me Salsanon edhe Kiarën. Keni një kimi shumë të këndshme televizive. Unë doja të dija për raportin tënd me ta. Si është ky raport? Shumë i mirë. Për Salsanon kam folur edhe më herët sepse një sezon të parë e kam bërë me të edhe me Xhemin, edhe mund të kenë qenë dy persona që mua ma kanë bërë shumë herë më të lehtë kalimin nga formatet që unë isha mësuar deri asaj kohe tek një format televiziv si Portokallia, ku pjesë kryesore ka humorin, është prime time, është spektakël dhe gjithçka tjetër. Dhe ma kanë lehtësuar shumë punën, duke më mësuar ato të fshetat e profesionit që ata kishin të mësuar ndër vite të fituar apo. Dhe se si ta përballoja pak më lehtë. Ndërsa me Kiarën u bë një vit e gjys, pra 3 sezone të tjera që kemi punuar së bashku. Kiarën e njihja që më para, nuk është se ishte një personazh që unë takosha për herë të parë aty, por për të punuar ishte hera parë që punonim me njëra tjetrën. Na u desh ajo faza fillestare sa të njiheshim dhe të kuptonim ku kishim secila qefe, dëshirat, limitet e tjera. Ka qenë një sjellje në Portokalli shumë e mirë, sepse e ka pritur shumë mirë publiku pa diskutim, por edhe vetë trupa sikur u përshtat edhe me Kiarën po ashtu po aq lehtësisht. Kështu që për momentin e kemi atë kimin shumë të mirë, e shijojmë atë programin që bëjmë dhe është kthyer puna për në një lloj pasioni që ta lehtëson çik, nuk e quajmë dot aq punë për momentin. Duke u ndalur tek kimia, sa e rëndësishme është kimia me kolegët në punë, sidomos tek kjo? Është shumë e rëndësishme sepse edhe pak kënaqësia më e vogël më besoni që lexohet lehtësisht në ekran. Nëse ti ke patur një konflikt në backstage, më besoni reflektoni në momentin që dini në publik edhe keni komunikime. Për më tepër, që Portokallia që kur nis me të 3 moderatorët që kanë atë editorialin e tyre, ndërveprimin, komunikimin për të trajtuar një temë që ka rëndësinë e vet, kështu që në momentin që ne nuk jemi mirë me njëri tjetrin, ajo do ishte
lehtësisht e lexueshme edhe për publikun. E njëjta gjë funksionon në çfarëdo lloj programi televiziv, qoftë në radio, lexohet menjëherë. Nëse ti ke një lloj kimie me personin apo jo, sa kohë ti duhet të flasësh publiku, duhet të jesh i këndshëm për publikun, nëse nuk je i këndshëm për partnerin që ke në krah, më beso nuk arrin dot të jesh i këndshëm edhe për publikun që të ndjek. E vërtet. Kemi 2 programe televizive shumë të ndjekura. E diellën në një anë dhe portokallinë në anën tjetër. Nuk do të them këtë zgjedhësh, por si arrin Jo, po e nis kështu një herë që si arrin të menaxhosh kaq shumë orë në ekran. A lodhesh, a ka adrenalina pafund, si është? Lodhem aq shumë sa ndonjëherë mendoj që gjithë të investim që po bëj tek karriera ime, sigur kam harruar të bëj 2 ditë pushim, të dedikohem pak më tepër familjes edhe vetes time mbi të gjitha. Harroj ndonjëherë që duhet kem edhe një ditë të qetë, ta nis me qetësi ta pje të kafen, të qoj një drek, një darkë edhe qoftë edhe një pushim. Duket sikur kush punon në televizion bën shumë qef edhe kënaqet, po ta marr sidomos këtë vit, një herë që kemi për shkak të organizimeve me botrorin na spostuar pak edhe data turneu. Turneu do të zgjas deri gati në fund të gushtit. Unë duhet jem në pushime vetëm. Ja, diku ande nga fundi i gushtit me shumë sforco, sepse nga ana tjetër nisen përgatitet për të diellën. Kështu që në një vit të plot, pushimet e mia janë maksimumi 10 ditë në verë dhe nuk mjaftojnë 5 ditë Nëse u mërzitëm tash, nëse i marrim dot apo jo. Kështu që vetëm kjo mund të jetë që më mërzit ndonjëherë, por realisht edhe kur kam këto ditë të pushim, nuk po flas kur shkoj me pushime, largohem pak nga Shqipëria me familjen, me shoqëri dhe i dedikoj pak kohë atyre, por nëse kam një ditë deri diku të qetë, edhe aty mërzitem. Unë mendoj ta bëjmë pak interesante tani. Hajde një. Unë do bëjmë një lojë bashk. Do më përgjigjesh shumë shpejt me po ose me jo. Hajde. A do e lije televizionin për dashurinë? O ç'pyetja. Po s'më dashur ndonjëherë, kështu që po them jo. Ja tëra rasti? Po jo, nuk do mbie rasti. Kur si ka rënë deri tani. A je xheloze për ndonjë koleg apo kolege në Top Channel? Jo, nuk kam qenë ndonjëherë. Domethënë kush më njeh e di shumë mirë që nuk xhelozoj. Përkundrazi kam figura që realisht i shoh me dashamirësi, me adhurim një kohë, tani akoma me më tepër vlerësim sepse i njoh nga afër. Ka ndonjë koleg që e ke bërë blok në rrjetet sociale? Jo, asnjë. Në rrjetet sociale nuk kam fare, mund të kem 2-3 emra, blok në total që ma kanë bërë për borxh. Po jo, nuk para bëj. Vetëm e merituar. Dhe ina së shpejti. Me pyetje që kam bërë. Can't wait. Do ta hedh në story, do ju lajmëroj të gjithë. Ndërkohë, ke qarë ndonjëherë për ndonjë koment? Jo. Po përpara se të futesh në studio? Jo. Për komente jo, nuk jam mërzitur ndonjëherë aq shumë për komente. Në rastin se mund të të ketë ndikuar diçka jashtë në jetën tënde private dhe pastaj ke pasur për të futur në sken? Po, ka patur momente shumë të vështira që mund të më kenë ndodhur në jetën time private dhe i kam kaluar sikur asgjë s'ka ndodhur në emision. Mendoj unë se që është reflektuar që diçka kam patur, ka qenë e kuptueshme. Edhe kur kam qenë keq fizikisht, kanë qenë mami, babi, për shembull njerëz që më njohin shumë mirë më kanë thënë ç'a kishe sot se isha nuk di, domethënë të duket që diçka kishe një shqetësim, kisha edhe kam qenë keq fizikisht në një moment caktuar. Kur kam përjetuar diçka të fortë emocionale dhe të vështirë për tu përballuar, problematika, fatkeqësi familjare, prapë më është dashur dal në ekran edhe me shumë sforcë jam munduar të qesh ose të mos e mendoj për momentin pa mundur, domethënë të më përgjigjesh vetëm me një po ose me një jo. Pa mundur. Tani a keni marrë prezantuesen në emision? Nëse pushon goja. Për këtë pyetje ndua po ose jo. Direkt. Futesh në Big Brother VIP. Po jo, më ka thënë reality show. Po. Po duhet të ketë disa kushte kjo pyetja juaj. Kam menduar për jo, nuk besoj se do futem ndonjëherë. Në një reality show apo ndoshta sepse po në reality show nëse unë do e konsideroja ndonjëherë mund të ishte Big Brother, po tjetër gjë do punoje me partnerin? Jo. Të lutem, mjaftueshëm kohë. Do jo të saktë të prerja, jo. Vëmendja e publikut a ka qenë ndonjëherë, është kthyer ndonjëherë ndoshta në bezdi për ty në momente të caktuara? Jo, mund të më ketë marrë malli për momente akoma më të thjeshta. Për shembull, dalim ndonjëherë te pazari, te tregu, blejmë një gjë. E kështu si pa kuptuar prapë erdhi fundi. I vjen fundi, po mos më përgjigjesh mua me po jo.
Ne do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish me Nevinën. Përshëndetje miq, rikthehemi këtu live në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 të Digital. Jemi përsëri me Nevinën tonë të dashur dhe rikthehemi në këtë pjesë duke dashur të futemi pak më shumë në brendësi edhe në identitetin tënd. A nuk u futët mjaftu shumë i gocë. Shiko, po e thot Niki, më kupton se i vura dhe Niki. Pseudonimin. Po, ne të njohim si moderatore patjetër, po kush është Nevina mbrapa kamerave? Kur ti del nga topi edhe je në vetveten tënde, në botën tënde dhe do të shijosh atë rutinën tënde të bukur. Nevina që është për dita me shumë qetësi rutinën e zakonshme. Pak a shumë ajo që cekëm edhe në fillim, kam atë rutinën time të qetë të përditshmërisë, që dua ta shijoj atë kafen si gjithmonë, dua të kem kohën time me njerëzit e dashur, që të shkputem pak nga gjithë personazhet e ndryshëm që takojmë në televizion dhe në media, kështu që një rutinë zakonshme. Ke ndonjë ritual ti për shembull Nevina që ty të shkëput 100%, për shembull e fik fare telefonin ose bën ndonjë gjë? Kur dëgjoj muzikë, kur lexoj, janë momente që shkputem totalisht edhe harroj kohën. Kam patur një pasion edhe talent, mund ta quaj, e vogël që pikturoja, po është pasion që kam harruar dhe kam lënë shumë pas dore, se është bërë shumë kohë e gjatë që kur mund të kem vizatuar diçka apo pikturuar diçka për herë të fundit. Kështu që ndoshta i rikthem, duhet ta mendoj një moment që të rikthem. Sa ndryshon Nevina e ekranit nga Nevina e përditshmërisë? Apo je e njëjta? Mundohem që të jem e njëjta. Normalisht ekrani ka disa korniza që duhet të respektosh edhe nuk mundesh të jesh 100% atë lirshmërinë tënde, qoftë edhe në pozicionin e moderatores. Duhet të jesh pak neutrale, jo gjithmonë të mbash qëndrime që ti në përditshmërinë tënde do t'i mbaja shumë lehtësisht apo të ndash opinione që jashtë kamerave do t'i thojë lehtësisht. Në moderim duhet të qëndrosh gjithmonë pak e tërhequr, të mos mbash anë, të mundosh të japësh hapësirë personazheve që ke të ftuar ose personazheve të cilët ti prezanton nëse bëhet fjalë për portokallinë, dhe ti jesh pak më një hap brapa, ta quajmë. Sa e vështirë është të fikësh mendjen me buton pas një emisioni. Është e vështirë apo nuk e fik fare? Jo, nuk është aq e vështirë. Se tani ta thash, më thënë, ndoshta në fillim ka qenë pak më e vështirë për mua, për momentin jam duke u munduar që edhe në ekran të nxjerr pak më tepër Nevinën që un jam edhe në përditshmërinë time, që edhe këtë thyerje nga ekrani në përditshmërinë mos a kem edhe kaq të fortë. Kështu që nuk është aq e vështirë, jo. Puna është punë. Po kjo s'ishte kaq e vështirë, po është e vështirë të krijosh lidhje si një personazh publik. Me personazhe të tjerë të njohur thua apo në përditshmëri? Në përgjithësi lidhja si e ke gjithmonë në xhep atë faktin që të shohin si Nevina e televizionit. Mua më ka ndodhur shpesh edhe të kem paragjykime, një pjesë të madhe, duke qenë se deri vonë mund të kem patur një hapësirë që nuk më shfaq edhe aq se si un jam në përditshmëri. Okej, kam patur imazhin e vajzës të mirë që e edukuar, që nuk është se jam, po që ndoshta nuk është se jam aq e qeta që mund të jem dukur deri vonë, domethënë portokallia, qoftë trotuari, po shfaqin një anë time pak më dinamike, qoftë edhe një nervozizëm në një moment caktuar, një inat në një moment tjetër, kështu që normalisht hyn me atë paragjykimin. Ndonjëherë nuk e di pse jam dukur edhe mendje madhe. Ka shumë persona që thonë kjo s'të flet, kjo është mendje madhe, po në momentin që sa njeh dikë tani si përfundimisht ishte vështirë të krijojë lidhjen duke qenë një figurë publike? Po thua për partnere, për raportin që kam me të, jo, sepse e njoh prej shumë vitesh, duke u rritur unë në ekran, ai ka qenë pjesë e shoqërisë time, në rrethin tim përbashkët dhe të afërt për shumë gjatë, kështu që duke e njohur unë televizionin, e ka njohur dhe ai, sikurse mund të ketë ndodhur edhe me familjen time. Pra, duke u futur unë akoma dhe më thellë në media, edhe personat e mi më të afërt e kanë njohur po paralelisht me mua, kështu që nuk ka patur problematika. Më ka njohur në një fazë që unë nuk isha dhe aq e njohur, dhe ta thash në përditshmëri me njerëzit që unë i dua fort, me njerëzit që unë ndaj jetën time, ndaj një drek, një darkë, shtëpinë edhe gjithçka tjetër, jam pa bariera. Nuk jam një person që mund të të pres ty në studio televizive, sepse në studio ne mirë presim këdo, qoftë edhe njerëz që ndoshta nuk do i kishim miq të ngushtë, kështu që
Në këtë keni pasur ndonjë gricje ose diçka ndonjë keq kuptim për faktin që un jam në media dhe ndonjë gjë që mund të ketë ndodhur në ekran, jo, asnjëherë. Domethënë ka patur edhe episode nga këto që ndodhin gjithmonë mos më mend në kohën e procesit sportiv, nuk e di pse, domethënë të gjithë djem që luajnë sporte kur vjen një prezantuese e re të procesit sportiv turren dhe bëjnë namen. Më jam e bindur që kjo gjë ka ndodhur qoftë me Alessia Bamin, qoftë me Franceskën, me këdo, domethënë në ato episodet e para që unë sa kisha futur edhe këmbët në topper, para ashtu e kam nisur në procesin sportiv dhe më pas me të diellën, edhe atëre nuk ka patur ndonjë shqetësim apo problem, se e kemi shumë të qartë raportin që kemi me njëri tjetrin. Unë jam njëri shumë i drejtë për drejtë, ai është njëri shumë e këmbë në tokë, shumë i sigurt te vetja e vet, nuk ka këtë kompleksin e djemve të tjerë, sa ko ai është personi të cilin unë kam zgjedhur dhe nuk jap vëmendje tjetër kund, nuk kemi asnjë lloj problemi. Tani s'po them që është njeriu që s'bë xheloz kurrë se i bie diçka nuk funksionon, duke qartë që të mbështetet, ajo është gjëja më e bukur. Cilat janë gjërat që ti nuk i toleron në një raport? Në një raport nuk toleroj mungesën e respektit, mungesën e dashurisë. Kam parë shumë vajza, sidomos vajza të reja të brezit sotëm që tolerojnë shumë gjëra që nuk duhet. Mendoj që edhe përputhshmëria është diçka shumë e rëndësishme, po duhet të dominojë respekti edhe dashuria. Në momentin që njëra nga këto të dyja mungon në një raport qoftë edhe miqësor, nuk mendoj që duhet jeni më aty. Po nuk ka kohë zgjatë. Duhet të tërhiqeni edhe vazhdoni jetën. Na tregon çik, a do kemi një dasëm? Dasmën, shiko, nuk është se është diçka që unë nuk e dua apo nuk e mendoj, por kam kuptuar me kalimin e kohës që nuk jam një nga ato vajza që dua të dasmën tradicionale, përkundrezi i kam marrë shumë inat, dasma tipike tradicionale masive. Kemi edhe këtë problemin tjetër që kemi rreth shoqëror shumë të zgjeruar, përpos familjarëve na shkon numri i shoqërisë në një shifër të papërballueshme për të bërë një dasëm. Kështu që unë mendoj që në një të ardhme do ta kem një fest, po e quaj kështu, për të celebruar ose për të kolorizuar atë dashurinë tonë, po që nuk mendoj që do të jetë dasma tipike tradicionale që ne kemi dëgjuar. Do të jetë një fest, do të jetë në termat e mia, në atë që unë mendoj që do ta shijoj dhe realisht për ta gëzuar unë edhe partneri dhe jo fisi kur i thon. Siç bëjnë këto dasma tipike për të kthyer qokën, na kam ftuar do uftojmë edhe ke edhe njerëz që ti si ke takuar ndonjëherë në jetën tënde. Ka ardhur koha ta ndryshojmë domethënë këtë. Po secili do bëj atë që ka qef të bëj, edhe jemi në një botë të lirë. Lora, unë kam shumë qef, do bëjmë një tjetër lojë. Gati, për loja gati ke. Këtë herë do flasim për red flags. Ku e gjen veten e Vina? Mashkull posesiv Është në red flag për ty? Po, me flamur të kush partner që kthen mesazhet pas 7 orësh. Jo detyrimisht, nëse ka punë, është e mirë kuptueshme. Nëse komunikimi vazhdon në normalitet, edhe ato 7 orë mund të jetë shkputje justifikueshme, sepse edhe mua më ndodh për shkak të xhirimeve. Atë do thoja, 7 orë ka xhirime. Nuk ndihet frymë, kështu që në momentin që shkputem, patjetër që kam një rikthim në komunikim mos e normal. Një partner që të kontrollon telefonin. Jo, red flag. Është mungesë besimi, kështu që nëse s'ka besim. Po një që është xhelos për punën ose pak kontrollues dhe në atë fushë tjetër tënde. Xhelozia e shëndetshme mendoj është e justifikuar dhe duhet të jetë në të kundërt, nuk ka dashuri brenda. Po jo vetëm interesante, jo vetëm për të dhënë atë adrenalinën, qefin, nuk e diun për të kuptuar që janë ndjenjë aty pas kohë. Por xhelozia e shëndetshme them se është normale dhe e justifikuar, por pa dalë jashtë kontrollit, pa kufizuar dhe pa krijuar problematika. Një partner që kërkon vëmendje publike të tepërt, që poston çdo gjë në Instagram. Për mua do ishte e tmerrshme. Nuk kam parë veten kur me një djalë që mund të jetë më prezent në rrjetet sociale se sa unë. Ose mund të më thotë, imagjinoje, domethënë pak drama shkaktoi unë për udhëtime turistike që them dua foton, mendo tani të ishte edhe partneri një si unë. Jo, ka preferencash. Ne vina po një partner shumë romantik, shumë romantik. Më romantik se ç'duhet. Red flag apo green flag? Unë them ku ta gjejmë. Shiko, ka një gjë. Djem që ndonjëherë janë më romantik se ç'duhet, ka një tendencë jenë edhe pak
mashtrues. Si po mbulojnë diçka Se kanë të sforcuar atë romanticitetin. Domethënë ose duhet të jenë më të ndjeshëm se ç'duhet, që ndoshta duhet të kenë një problem emocional të pashëruar brenda tyre, ose e përdorin romanticitetin për të manipuluar, për të të hedhur ty hi syve dhe për të thënë rje qeti se ja un po të bëj këto dhuratat ekstreme, këto shkrimet e gjata me mesazhe, këto mbrëmjet romantike, po nga ana tjetër mund të jetë dhe dikush tjetër që i gëzon këto. Tingëre flamur të kuq, jo jeshil. Flamur portokalli për të. Analizoni mirë. Partner që nuk respekton privatësinë tënde. Po jo, red flag pa diskutim, flamur i kuq. Privatësia duhet të jetë, domethënë këtë e shoh të dy anshme, jo vetëm tek meshkujt, tek djem, po edhe tek vajzat. Në një marrëdhënie të shëndetshme, po. Cila është dhurata më romantike që ke marrë ti ndonjëherë? Unë kam shumë qef lule, duke si dhurata më klishe dhe ndonjëherë i thonë se nuk kanë qef gjithë gocat lule, po realisht lulja është një gest shumë i bukur që nuk shkon asnjëherë dëm. Është më mirë të bësh një lule që është diçka e bukur dhe ti e ke menduar dhe ke konsideruar personin, se sa të bësh një dhuratë që nuk lidhet fare me të. Po ti vetë a je romantike, atë pëlqen të bësh surpriza? Po, unë jam personi që zakonisht bëj dhe nuk marr kur surpriza, kështu që ja, prisni dhe pak se kjo gjë do ndodh prapë shumë shpejt. Që nuk do më bëj njëri surprizë, kisha fjalën Nena se kam ditëlindje dhe në rrezikat nuk do kujtohet njëri. Parti unë po ta afron ditëlindja, kështu që a kemi të një plan të bukur që ti do të shëroje patjetër ta ndaje këtu me ne për tani plani im është për diçka që ndoshta edhe një pjesë e publikut nuk e di, është që unë gjithë familjen time, prindrit, vllan, kunatën, besën, nuk e kam në Shqipëri dhe jam vetëm këtu. Dhe personat për cilët më merr më shumë malli janë pikërisht familja, që mundohem këtë gjë mos ta komunikoj shpesh, mos ta them as publikisht. Sikur të shtohet pak më shumë. Jo, tani malli ndjenjën unë e kam gjithmonë brenda, po mundohem të jem pak më rezervuar gjithmonë për hir të familjes, se jam ndonjëherë me njerëzit më të afër duket sikur jam më e ftohtë dhe nuk i tregoj të gjitha ndjenjat e mia, po ndonjëherë mundohem edhe t'i ruaj ata. Ata e di shumë mirë që është pa diskutim, s'po flas fare për dashuri, po edhe për këtë ndjenjën e mallit. E din që pa diskutim e kam, qoftë edhe nevojën për t'i patur afër, për t'i takuar, po ndonjëherë mundohem që t'ja kursej pak edhe mos ta shfaq gjithmonë kaq hapur, thjesht për të mos i shqetësuar edhe për të mos ta theksuar gjithmonë kaq shumë këtë gjë. Sa kohë bë që keni këtë lloj distancë? Janë bërë goxha vite. Më ka humbur pak llogaria, mund të jenë bërë 7 vite, diçka e tillë. Po janë bërë edhe goxha muaj që nuk kam takuar edhe mbesën, se mami babi vin pak më shpesh në Shqipëri, kështu që ko pas kohë i takoj, kisha babin këtu, do shkoj unë tani për ditëlindjet të takoj mbesën, po janë këto episodet e shkurtra, tipi do jetë për vetori ditëlindja e parë e mbesës time që unë nuk do të jem atje, kështu që po mundohem ta. Po është diçka pak më specifike që të merr malli. Tani që jeni në këtë distancë për mbesën, s'ka bërë akoma një vjeç, domethënë është fëmia i parë në familjen tonë dhe është një ndjenjë e çuditshme që nuk e kisha besuar ndonjëherë kur ma thonin, derisa e kam përjetuar vetë, se është mbesa ime, domethënë është vajza e vllajt. Dhe të marr malli kaq shumë për një krijesë aq të vogël që ti nuk është se e njeh më parë dhe ajo tani as komunikon. Domethënë është dhe kjo pengesa që nuk është se më percepton mua nga telefoni, nga ekrani, por vetëm mundohen që mos ja lën shumë shpesh në dorë. Kështu që për të më merr malli jashtëzakonisht shumë, edhe mund të jetë një nga personat që unë dua realisht shkoj ti takoj, se vllai kunata aty ja. Nuk mërziten. Në Hallën e Vina. Po. Në 7 vite për familjen dhe hall për familjen. A ka ndonjë rutinë që ty të mungon nga kur e ke pasur familjen këtu? Po shumë gjëra. Ato të diellat përgjithsisht i kemi patur gjithmonë të dedikuara për familjen, tani që është bërë diela në punë, në pjesë përgjithësisht po e quaj kështu. Të diellat më merr shumë malli, më merr malli për ato drekat që mund të bëni me familjen. Kur kam qenë vogël për fëmërim përgjithsisht është ndjenjë që të gjithë të rriturit kam idenë e kujtojnë me shumë dashuri, me shumë mall edhe duan të rikthehen kohë pas kohe, kështu që për atë më merr shumë malli, po sa herë shkoj tek shtëpia tek prindët, se normalisht këtej jam në atë rutinën time që jap drejtim gjërave vet, po sa herë shkoj tek ata, rikthehet në vina adoleshente po e quaj ose pak më e që lidh duart kryq edhe pret çdo gjë që bëj mami. E po në fund ditës besoj se të gjitha ne e bëjmë të njëjtën gjë. Kam dhe një pyetje. Ty
domethënë ke ndonjë plan për ndonjë bebe vetë se E kisha domethënë. Bash je shumë emocionuar kur bëhet fjalë për fëmijën e vllajt tënd, po ti Po, vetë. patjetër. Shiko, pjesë e jetës është edhe një fëmijë, edhe normalisht është diçka që nuk e shmangim dot sado që ta justifikojmë me faktin që kemi ngarkesë në një moment caktuar, gjërat nuk janë aty ku duhet ose siç i mendojmë ne mjaftueshëm gati për të pritur një fëmijë, po pa diskutim është në planet tona. Sa mirë. Po, duke parë, duke bërë, duke i shtruar gjërat pak më tepër. Unë e shijova shumë të them të drejtën këtë bisedën. Edhe Sa mirë për ju, goca. pse ti nuk e shijova me Nene Vina? Shumë kënaqësi e madhe. Ti them dhe unë pak publikut që për mua ishte hera e parë që e njihja Nevinën dhe takoja nga afër, dhe publiki dashur vetëm mendje madhe nuk është. Faleminderit. Për mua është gjithmonë më mirë të jem në rolin e prezantueses dhe intervistuese se sa kur intervistohem, kështu që Pse është shumë bukur ta njohin të njohin sadopak dhe publiku Nevinën që njohim ne. Kënaqësi po. Ne do të largohemi përsëri për një hapësirë të vogël publicitare. Këtu me ne do të bashkohet një E ftuar star, mund ta shumë e talentuar, quaj. Dhe bashkë me ne do të jetë dhe Nevina. Kështu që rikthehemi pas pak. Asnjëherë nuk do të jemi si më parë. Asnjëherë nuk do besoj që jemi ndar. Asnjëherë s'do të di të jetoj unë jo pa ty. Asnjëherë unë dhe ti s'do të jemi dy. Jemi rikthyer në She's on Air në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital me Melisa Manuka. Mirë se erdhe Melisa. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Shiko, është më mirë kur je e ftuar se sa kur prezanton, se e tentova unë tani dhe heq dorë, vazhdo me goca. E shikon të pëlqente vetë e ftuar besoj, ëh? Jo, më duket vetja e çuditshëm kur flas në radio dhe kam vënë kufje tani. Eksperiencë interesante është dhe zëri im më duket shumë i çuditshëm. Oh. Melisa nga Talent në shtëpi. Një personazh që u bë viral goca në rrjetet sociale, ka bërë namin me performancën e saj. 10 me yll edhe 10 me yll edhe nga ne tani apo jo? Patjetër. Ishin ato tre pesat që u ngritën kështu sa hapën mbyll syt, pa thënë asnjë Asnjë fjalë më koment shumë. asgjë. Direkt në nota. Si u ndjeve ti një herë? Atëherë, emocione të pa nuk di se si ti përshkruaj, domethënë ishte një kam ngelur e habitur se nuk e prisja, kam pasur emocione gjithë kohës që kam kënduar, të them të drejtën, edhe pothuaj se nuk kam parë asnjë nga publiku, thjesht kam pasur marrëdhënie, siç e ka thënë dhe Sidriti, kam pasur marrëdhënie më shumë me dyshemen se sa me publikun, sepse pavarësisht një këngë e vështirë, edhe mendoj që arrita shumë mirë. Një këngë e vështirë e cila erdhi me energjinë e duhur nga ty dhe besoj se nuk e lën not pa kapur pavarësisht emocioneve, po si nisi eksperienca jote me muzikën? Atëherë, eksperienca ime me muzikën ka nisur 7 vjeçe. Për herë të parë jam ngjitur në skenë. Talentin ma ka zbuluar mami. Mamin e kam pasur gjithashtu artiste, po mami ka qenë në një drejtim tjetër, është marrë me kërcim, me valle, dhe kështu në 9 vjeçare pastaj me zyshën, me koncerte për fëmijë, kështu derisa nisa edhe gjimnazin, e kam bërë për kanto, liceun artistik. Universitetin jo për muzik, në një drejtim tjetër për regji teatri dhe aktrim. Dhe ja ku në art, patjetër. Ti jemi kesh edhe me Suelën, apo jo? Me Suelën që kemi patur këtë sezon. Shoqë të ngushta, po ti pse s'na erdhën në Portokalli? Kë imiton, ti imiton? Ke ndonjë personazh që imiton? Ta sprovojmë pak edhe talentet tënd në aktrim. Tani pak vështirë. Pak vështirë. Një këngëtare për shembull që e bën zëri njësi ajo. Që e transformon si Celine Dion. Whitney Houston. Rita më jap të mirë. Shiko, unë po zbuloj edhe një detaj tjetër, me që ma dhat mikrofonin goca, tani do më duroni. Me Melisën kemi qenë edhe te Gurra Popullore. Më the që studimet i ke përfunduar për kanto,
këndon muzikë moderne, gjithashtu muzikë popullore, si arrin ta bësh të kalimin nga një zhanër në tjetrin? Të them të drejtën, të këndosh edhe popullore është mjaft e vështirë. Po unë si fillim e kam nisur me popullore, me koncerte në Pallatin e Kulturës, me grupin atje, me Çifteli, me lodra, me instrumentet që bëjnë muzikën popullore, edhe kështu, nuk është se ka teknik tjetër, po unë mendoj që i menaxhoj mirë të dyja. Ti Adel, më së miri mbam që të bësh virale me të gjitha zhanret, tani e bën virale edhe të gura popullore me Aredinën, edhe në talent në shtëpi, doja dalësh njëherë edhe në radio, ta provojmë njëherë? Një refren? Hajde njëherë. Se vallon ku janë këto malet e di, I bre se vallon ku janë këto malet e di brës. Do të thotë jesh talent. E kalon këto emocionet në këtë lloj mënyre, është e disa ta herë që ti vajzë bën dhe vazhdon ta bësh. Ndalo të lutem. Në fakt kam pasur edhe fatin e mirë që të kem dëgjuar kur kemi qenë me të Guxim Schmidt në fakt në Dibër, kaq më para disa javësh. Nuk e kam ditur në fakt që ti do kisha kaq bum dhe kaq sukses direkt, por shturoj patjetër më të mirat edhe atë ditë na ke ofruar emocione të thella patjetër. Faleminderit. Pas kemi dëgjuar të gjitha me Lisën, kemi qenë bashk në një udhtim të dyja, edhe u vendos kënga e Haredin Pashës dhe unë thash, ua sa version I bukur nga një vajzë në YouTube. Kur një moment dëgjoj Duart Rokite, kthej kokën, ishte Melisa me një mikrofon në dorë duke kënduar. Thash, fantastike. Melisa, kur e kuptove ti që muzika nuk ishte thjesht një pasion për ty? Po duhet vazhdoje përpara. Nuk ka pasur një moment, të them të drejtën, po duke punuar, duke u marrë me muzikë gjithkohë, sepse është pjesë e imja në çdo ditë, edhe duke u praktikuar, duke marrë pjesë në për koncerte, duke u vlerësuar në çdo dalje time, atëherë kështu. Si ka qenë vlerësimi, si e ka reaguar Melisa me vlerësimin që ka marrë mbas talent në shtëpi dhe mbas puntatës të parë që ti pata atë? Nuk kam fjalë, siç e thash në fillim, emocione të pa përshkruara, por reagimi I babit kur ka mbaruar, I motrës që ka qenë në backstage, I mamit familjarëve, ka qenë mjaftueshëm I gëzueshëm për mua, sepse normalisht ato I kam emocionet që ti çaj kishe. Patjetër, ato më udhëheqin, më këshillojnë, I kam kudo me vete, madje jam edhe me babin. Mbasi ka përfunduar performanca jote kur I ke takuar, të kanë bërë ndonjë koment? Kam mamin pa kritike, them drejtën, edhe shpatullat. Drejtoj. Mami, o do perfekcionin, o s'ka. E thash mama, po drejtohemi mama. Me qëra fjalla, drejtoni. Dhe thash, nuk I bëj dot të dyja, duke qenë se kisha edhe një material të vështirë, do bëja o njërën o tjetrën. E kisha mendjen te materiali dhe besoj se kam dalë mirë, edhe me shpatullat, po edhe me material. Po Melisa, si e pritet ti gjithë të viralitetin, xhiron e rrjetit që bëri performanca jote, komentet që more? Nuk e kam pritur, të them të drejtën, Hajredinin e prisja se e di që herën e parë e kishte bos sefta atë. Pritet edhe tani Da Hajredini e prisja, po kaq shumë dashuri nga publiku nuk e prisja, komente pozitive pafund, dashuri mjaft e madhe, edhe jam akoma pak e hutuar edhe akoma nuk jam mësuar me faktin që tani po më njohin të gjithë edhe po futem në atë rrugën që unë kam dashur. Që jetë njerëzit që komentojnë pozitivisht se fota zungta me komente. Cili është një koment që ti të ka ngelur më shumë në mendje? I ke lexuar besoj. I kam lexuar edhe të them të drejtën të gjitha janë të bukura. Përsa ku janë pozitive, të gjitha janë shumë të bukura. Nga komentet e Juris, a cilëson një apo të gjitha kanë më mjafton reagimi I tyre me pikët maksimale, me notat edhe. Po
Po me Eglin do ta bësh bashkëpunimin? Po, patjetër. Keni folur? Nuk kemi pasur mundësi të flasim, se të them të drejtën kanë qenë të ngarkuar, po patjetër. Çfarë do jetë? Balazh, diçka ritmike? Do ta shikojmë. Na the asnjë sekret. Cilat janë atëherë planet dhe projektet e tua në muzikë në vazhdim? Atëherë, përveç se të kem një karrierë mjaft të arir në muzikë, dua të kem një album timin me këngë, të frymëzoj talentet e reja mbase edhe të jem një shembull mjaft i mirë për talentet, për moshatarët e mi dhe kushdo që ka qef muzikën. Po përveç Eglit, një emër tjetër artisti, djalë, vajzë, këngëtar i njohur, me cilin ti do doje shumë që të bashkëpunojë, ndoshta bëjmë edhe një propozim tani në radio, dhe mund na dëgjojë, dhe mund të vi një ide, cili do të ishte një emër? Vetëm një? Dy, Do doja shumë me që pata fatin edhe ti takoj edhe të më kritikojnë Bardhin dhe Sidritin. Kështu që Po kursitën e kemi në bashkëpunim me Eglin. kështu që na thuaj një emër tjetër, jo nga ata që kemi brenda rrethit ton. Tjetër. Këngëtari jonë i preferuar, po Vjen themi tani. shqiptar. Hëngeca. S'pëlqej kjo asnjëri. Jo, i pëlqej. Ndoshta pëlqen më shumë se çdo më thënë, ka vetëm një emër. Po mirë, Kam një emër konkret. Tani nuk kam një emër konkret. Shumë mirë, s'ke. Nëse të kujtohet më vonë, na e Po, thuaj. po më kujtoha më vonë do ta them. Na trego pak, kush është ëndra jote më e madhe që do ta arrish si artiste? Ëndra më e madhe të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. është vërtet një nëse do bëja një kështu, si quhen, të merja shënim se çfarë do të më thoshte çdo talent që vinte në talent në shtëpi, ëndra e tyre më e madhe është Eurovisioni. Dhe vërtet ja uroj të gjithëve, patjetër dhe ty Melisa. Faleminderit. Unë dua prap pak emocion nga ty. Okej. Duam një nivel vështirësie si Whitney Houston. Unë mendova të vija me një këngë Dibrane. Oh. Po mund ta bësh. Mundem. Ku je ti moj bia e nanës, ku je të vejna na moj kanën, hajde mori bika nardë shoqeto, qo e mire nanës hiqe valeno. Faleminderit. Zyrtarisht bëj tifo për Melisa. Faleminderit shumë, shumë Po faleminderit. një refren nga Whitney Houston, me që kemi përzgjedhje dhe preferenca muzikore, mbyllim me këtë. I have nothing. Hajde. Okay. Harova refrenin. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Me që më the me kë do të bëja bashkëpunim, se tani nuk me Elita 5. Ikonika. Ja, Blenda mendonte. Nuk e prita. Vërtet nuk e prita. Ne të falenderojmë vërtet shumë Melisa. Faleminderit Të ju. urojmë shumë suksese në talent në shtëpi, por edhe në të gjitha projektet që ti ke në plane në Faleminderit shumë, vazhdim. jeni shumë të mira Ti dhe akoma shumë më e pozitive. mirë. Faleminderit. Falenderojmë dhe Nevinën ndërkohë. Unë doja të ju Shikoj, nuk do të shironi ju premtoj do vi prap në një moment tjetër se po më shionte shumë. Qëndrimi këtej nga kjo anë. Ishte shumë kënaqësi goca, faleminderit, jeni shumë të mira dhe vazhdoni që ndroni me Top Albania Radio. Jemi rikthyer në She Zone Air. Energjia vazhdon të jetë super lart.
këtu me ne, patjetër. Dhe do kalojmë në një tjetër temë, e cila është shumë interesante në fakt e kësaj kohe dhe besoj se deri në fund të korriku do vazhdoj të vloj kjo temë, është pikërisht ajo e She's on Topit, e cila këtu tek ne ka nisur që me audicionet dhe tani po vazhdojmë me vajzat që po eliminohen, por jo për shumë gjatë, sepse së shpejti do të vi She's on Top Club, ku do më dorohet nga Nicole. Kështu që Nicole, urime si fillim. Shumë faleminderit. Dhe vërtet të uroj fat në këtë rrugtim. Ndërkohë, këtu afër nesh kemi Aisin, një nga vajzat që u eliminua këtë javë. Aisi, mirë se erdhe në She's on Air. Si ndihesh një herë që mbaroi kjo gara kaq shpejt për ty? Është një mixed feeling, në fakt. Pak u gëzova. Oh, Po, se e kisha marrë pak me stres, edhe pjesën e shkollës e kisha lënë komplet pas dore. Po, edhe u mërzita pak. U mërzita se mendova se do hecja pak më shumë edhe paroj pak shpejt. Si u ndjeve në fakt kur Juria tha emrin tënd, duke qenë që apo jo? ti ke qenë dhe me plot me vetbesim aty brenda Po, dhe e gjallë vërtet, sigur vërtet. që nuk do dilja atë natë, kështu që si ka reaguar. E nisa mirë, kisha një feedback shumë të mirë. E pash edhe në rrjetet sociale që isha e klikuar. Ndoshta jo vajza më e klikuar, po isha te top 3-she. okay. Po në fakt po ti e nisi nisje kështu shumë e vrrullshëm mirë. dhe ne pritëm vërtet shumë nga ty Aisi. Po. Pse re rrugës? Emocionet besoj. Po, Emocionet. si spektakli Po, ka i si parë ishte- besoj edhe për ty. Hera ime e parë në kamera dhe Po gjatë spektaklit e prisi e ndjeje veten që do largohesh, kishe një parandinjë se unë për shembull e ndjeja kur do ikja, thash do iki sot edhe pik. pak, po. Po në të vërteta mendon se mund të kishte dalë një vajzë tjetër para teje? Po mendoj se kisha shumë goca tjera. Na thuaj. Kush do disa? kishte qenë për ty, nëse do ishte në dorën tënde atë Dorën në atë time. moment. Këto largoje para vetes. Para vetes, nuk dua të përmend emra, po besoj se Gjonilda, Okej. po edhe Alesja. A vin këto dy emrat bashkë me arsye apo preferon të qëndrosh vetëm te emrat për të mos? Mendoj shkuar, vetëm te ma, emrat. vetëm te emrat për ty. po. Okej. Ja. Po mami si e mori Jo, safe. lajmin? Me mamin në fakt isha në komunikim gjatë gjithë kohës edhe isha duke i treguar për këta emocione dhe e priti okay, e priti mirë, nëse e priti okay, ishte okay me Të ta ndonjë këshill pasi përfundoi kjo eksperiencë apo diçka? këshill. Jo, nuk është se ishte, domethënë, ndonjë këshill, thjesht ndoshta tha nuk ishte për ty dhe ndoshta kjo është gjëja më e mirë, sepse siç thash unë isha stresuar pak, e kisha marrë pak afër zemrës atë. Nëse do kishe një mundësi tjetër, a do bëj diçka ndryshe? Po, emocionet do ndesha të Ja, largoja komplet. ndonjëherë janë të palargueshme, por që e shef ti veten si Aisi përsëri në botën e modelingut apo ishte She's on Top i vetmi spektakël që ti doje të shndrisje edhe Mendoj se ishte vetëm She's on Top. vetë kaq okay. Mendon që eksperjenca jote do mbyllej këtu dhe nuk do dëshiroje ta përparoje të pak nëse ta provoje në Për pjesën e mëtej modelingut, modelingun? jo. Po, Okej. për diçka tjetër pse jo? Patjetër. Dëshiron të na ndash më shumë, patjetër atëherë. Ai si kush nga gocat aty te She's on Topi të surprizoj për mirë dhe kush për keq. Kush të ndonjë më shumë afër? Më afër kam ditur gati me gjitha gocat, po me Eli një herë, që e njihja dhe pa nga jashtë, kemi ndërtuar shumë afër. Deni, Suhi, që më ndihmoi shumë edhe po thoshte të kohës që kishte emocionet merr frymë thellë sa më qet. Po për keq, kush doli ndonjëra që u gëzua pak për largimin tënd? U gëzua, nuk e di në fakt kush Shpend nuk ndonjë është buzë gëzuar. Nuk e pasur. Po ndoshta në moment nuk që ke reagimin. jo. Ndoshta Më beso mua që janë gëzuar shumë që ke ikur se unë personalisht shikoja si konkurrente shumë të fortë. Edhe gocat e tjera kanë thënë shqyr iku njëra. a prisi që Gjonilda të shpëtonte ty? E prisja në fakt, kur shpëtoi Rikerson, Geldon, nuk Është kjo një nga arsyet sepse the që ajo duhet largoj përpara? jo, nuk është. Jo. Okej. Ke një mesazh ti për vajzat që po vazhdojnë garën? Mos kenë emocione. I pastaj ajo vjen me kohë. atyre emocioneve. Dhe me aq sa ti njohe vajzat, kush mendon se do të jetë fituesja e këtij edicioni të She's on Top? Shpresoj të jetë Deni.
Se mendoj se e meriton. Po dhe Suhejla, Suhi. Okej, pas kanë gocat mbështetjen tënde që tani shumë mirë. Shpirti im. Shiko, vërtet emocione ndonjëherë të mbysin, por unë do të këshilloja që vërtet të vazhdoje, ndoshta ajo pasarelat, po photoshooting. E mendon photoshooting Po, e mendoj. Një hapësirë tënde? Po pak më parë ti the që ndoshta në fushat e tjera mund ta gjeje veten. Ku mendon ti se do ta gjeje veten? Përveç se modelingut. Në botën e televizionit, pse jo ti bashkohesh juve? Mirë, do vim pyetjen, unë mendoj se edhe këtë do ta bëjmë të pyetjen? Pyetja e Engjit. Jo, Këto zëvëndësoj e ty. Ama të kishe se ka marrë ja fut shkon depresionin në fund. Nga ne këtu. Ronaldo se hiç doti. Edhe të dua. Shiko, unë kam rënë në depresion nga era e fundit që Klara më duket më tha që do të heq ty dhe do vi vet. Tani kam frikë se mos më heq ndonjëra, mu jam. Jo. Do të aty kisha të gjithave në. Këri bashkë. Mirë pra, energjia duket shumë interesante. Unë mendoj që do të mbajmë edhe pak më gjatë këtu me ne. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi, do flasim pak më gjatë për Shizon Topin dhe ato çfarë ndodhi atje. Publicitet. Dhe ja pra dëgjues të dashur, jemi rikthyer në frekuencën 100 FM të Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në Digital. Po diskutojmë për emisionin ton të preferuar, Shizon Topin. E prezantuam dhe Nikolin pak më parë që do jetë prezantuese në Shizon Top Fan Club. Si u ndjeve ti kur e more këtë ftesën për të qenë moderatore? Në fakt e kam pritur me shumë emocion, duke qenë që është një fushë patjetër unë kam qenë pjesë e televizionit, një nga eksperiencat siç patjetër ju e dini ka qenë dhe Big Brother, po të jesh pjesë e një emisioni të tillë është komplet ndryshe për mua, një eksperiencë e cilën patjetër e kisha dëshiruar kur kam qenë aty brenda, por që më ka emocionuar akoma më shumë kur e kam marr live-in edhe fakti që gjithashtu është një program i tillë i mbushur me emocione, me papritshmëri, me personazhe të ndryshme, me karaktere plot dinamika dhe mendoj që jam më se gati për ti përballur më së miri këto momentet e bukura që ne kemi për të kaluar aty edhe për ta bërë patjetër publikun të ndihet sa më komod edhe të ndihet sikur është pjesë e jona pa u ndjerë si një spektator i thjesht, por pjesë e Shizon Top Club. Është përgjegjësi shumë e madhe për ty që je në hapat e tu të parë të moderosh fan clubin e Shizon Topit. Ne unë dua të di çfarë duhet të pres publiku nga Nikol si moderatore. Mendoj që publiku ka për të parë një Nikol akoma më reale se ç'e ka parë tani. Mendoj që duke qenë që kemi i cekur dhe shumë shpesh këtë pjesën e emocioneve, ndonjëherë ke momente që ato dhe të ulin dhe nuk të lënë të shndrisësh ti siç ti ashtu do të shirosh për veten tënde, por për këtë projekt Nikoli jetë shumë gati. Publiku ka për të më njohur edhe siç e theka më reale, më gati. Po për Nikol a do jesh për publikun asjanse si prezantuese po themi apo do i shpresh ato preferencat e tua të gocave? Patjetër, unë do mundohem që në mënyrë më të mirë të jem sa më profesioniste me projektin, me punën, gjithashtu dhe me vajzat dhe për të qenë patjetër dhe një krah i ngrohtë le të themi i tyre ku ato mund të ndjen aq të hapura dhe të kenë hapësirën të shprehin veten aty te fan klubi jon. Dhe ti bëjmë gjuajtje penaltit. Ndërkohë, spektakli i parë shumë i bukur. Mbaroi, iku. Të gjitha e kemi parë, patjetër, me dy të ftuar shumë special çiftin Briteo, që javën e kaluar nuk shpëtoi nga komentimi ynë, por më sa duket edhe këtë javë, aq më pak. Si ishte muhabeti e saj Unazës së Pati, mos vërtet janë martuar edhe stregojnë gjë këta apo? Martuar jo, nuk e besoj, po është nga këto Unaza që tregon që ti ke një angazhim me dikë, mos është promise ring. Promise ring, po, se kanë dalë këto gjërat e reja tani, promise ring, pastaj janë këto engagement ring. Është mënyrë shprehjes së dashurisë, lidhjes së tyre. Si u duk Aisit, kimia e çiftit? Duke qenë se i pe edhe nga afër. Po, Brikena njëri ishte shumë e mirë, shumë e bukur. Ishte më e mirë se Mateo. Po, kishin shumë kimi, e pash që tërkos
Mateo mundoi ta ndihmonte Brikenën edhe që ajo të ishte sa më komforte. Duke qenë se ata të dy të nominuan ty. Po. Sa duke dhënë komentet pozitive. Ë? Akoma komente pozitive. Është ajo fjalia mbaje mirë me publikun. Nuk janë si ne të gjithë. Ndjeve keq kur të nominuan të dy për Pak. Nga Brikena në fakt nuk është se e prisja të më nominonte, po nga Niko e prisja. Amore Niko. Nga Niko e prisja shumë. Nga Niko duhet ta prisi të gjitha. Nga Niko e pres nga shtëpia. Është realist. Nga Niko e prisja. Për të vi në një koment. Ina nominohet sot për të dalë nga shtëpia vetë se nuk më rrihet më. Goca, po ju si e mendoni, çfarë e bën këtë çiftin Briteo kaq të pëlqyer nga publiku? Në fakt vazhdon të jetë shumë i komentuar edhe pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Nuk e di, mendoj se është shiko, po të bëjnë ndonjë krahasim mes Selinit dhe Gimbos dhe Brikenës dhe Mateos, Selin dhe Gimbo duket sikur na mbajnë në e mbajnë publikun në, domethënë, in touch, që të di se çfarë po ndodh me ata të dy. Pra jemi bashkë, kemi shkuar me pushime, marrëdhënia jonë është kështu, kemi një marrëdhënie shoqërore, ka pasur dhe pranks mes njëri tjetrit. Ndërkohë që Mateo me Brikenën janë goxha të tërhequr, nuk tregojnë shumë, nuk janë shumë spontan ndoshta në rrjetet e tyre sociale dhe janë më të limituar. Kjo besoj se i bën publikun të jenë akoma më shumë të apasionuar pas tyre për të ditur. Edhe intrigon, besoj. Është Patjetër. Tani që është bërë dhe publike se krahët Manushi do kemi dhe Mateon dhe Brikenën, nuk e di si do duket kjo dy. Është interesante. Ajo duket interesante fakti që janë një çift të dy duke moderuar kjo në emision. E bën të bukur apo e bën më të vështirë? Jo, e bën të bukur. Të vështirë nuk mendoj, mund të jetë pak sfiduese deri në një farë pike, por nuk e di nëse e kemi parë më përpara një çift të moderoj së bashku. Kështu që edhe nëse mund të ketë ndodhur më përpara, të paktën tani është një risi përsëri. Megjithëse me çfarë është dëgjuar, mendoj që një nga projektet që ata e kanë bashkë po do jetë Top Arena, por që përflitet edhe që do kenë projektet e tyre të veçuara, ku edhe do shndrisin vetë. Gjithashtu për Mateon është dëgjuar që ka për të qenë pjesë She's on Top te Juria. Ishte interesante, mua në fakt ndoshta do i shohim më shumë çiftin dhe bashkë, publiku i kërkon shumë formate të ndryshme. Mua më pëlqeu shumë Mateo, me thënë të drejtën, më shumë se Brikena te komentet, te gjykimi vajzave, ishte mendoj kishin dalë pak a shumë rolet. Jo, mua më duk shumë i lirshëm. Brikena pak e ngurt, po Mateo ishte flak me komentet. Mirë, Brikena ka mbajtur linjën e vet. Po, ka mbajtur atë linjën e saj. Normal, është me ka përcjell, po Mateo nuk është se dha ndonjë koment se unë mendoj. Ja kemi Ajsin këtu. Ato ka prekur ndonjë koment të tyre ose jo vetëm për ty dhe për vajzat e tjera, mendon që kanë qenë të drejtë në gjykimin e tyre, çifti? Mendoj se po, nuk është se personalisht nuk më preku asnjë koment i tyre. Jo, nuk mendoj se Mateo nuk ishte i drejtë në komentet e tij. Thjesht po them që është fakti se ishte partnerja e tij në krah dhe po shikonte për të gjykuar 30 vajza që bën një pasarel, patjetër që do ishte pak më i tërhequr, pak më në siklet. Dhe ai kishte gjetur një mënyrë shumë të mirë, që është e vërteta, ai thonte më dhan energji pozitive. Dhe patjetër që energji profesionale pa e vënë dhe partnerin e vet në siklet. Po Mateo nuk kursehej për të dhënë emra, kështu që mendoj se diçka shumë profesionale dhe nuk e priste mendjen nëse vajzat mërziteshin apo jo, sepse ato e kishin marrë parasysh ku ishin. Qëllimi të qenit juri, kështu që patjetër. Një tjetër lajm i cili erdhi surprizë komplet në këtë start të She's on Topit ishte lajmi i Sarës, ku do bëhej nën për herë të dytë dhe ishte kaq i ëmbël, kaq i bukur. Ju urojmë Sarës një shtatzani të mbar. Po. Dhe shpresoj të jetë sa më e lehtë për të ky vit i She's on Topit. Ne e dim se sa shumë ajo e ka dashur dhe do She's on Topin, kështu që ju urojmë shumë suksese bashkë me bebin e vet. Dhe mendoj që kjo shtatzani ka dhënë dhe një nur akoma më të bukur Sarës, gjë që atë gjithsesi e karakterizon, por shëndrit. Kështu që të vazhdoj të shëndrisi edhe shumë urime patjetër. Ty Ajsi, si të duk Sara, të mbajti afër pranë? Po, isha shumë e afrueshme edhe pas eliminimit më tha që mos u mërzit fare dhe
se di ndonjë derë mund të hahet. Patjetër. Do kalojmë tani në disa tensione, në ato tensionet e para që Shizon Top kishte për këtë punë. Ato janë që janë bitor. Nësë më trime pa i diskutuar pak. Nisën me Negisën dhe Giseldën. Giselda tani i thot Negisës që ti ndryshe hishesh dhe ndryshe je. Si e pati këtë debatin mes vajzave? Kush fitoi mbi kë? Dy vajza alfa për mendimin tim. Alfa mendon se janë të dyja? Të dyja janë alfa dhe kjo është arsyeja sepse ato përplasen. Janë kokë më kokë. Ku t'jep të drejtë Ina? Me aq sa unë dëgjova, sepse gjithmonë prapaskenat mund të jenë të ndryshme, nuk e diet kurse si mund të jenë raportet e vajzave dhe si mund të shkojnë, kam parë boll nga ju. Mendoj se mënyra se si Negisa u përgjigj Giseldës ishte korrekte, por me tone arrogance të lehta, ku kuptohej që ajo ishte shumë e sigurt në vetvete. Unë jam kjo, unë jam kështu, unë jam më e mira, një siguri që jam më e mira. Domethënë kjo fare arrogancë. Dhe një lloj sigurie që të gjitha vajzat janë afruar tek punë. Domethënë është një lloj sikur nuk proq fare të ishte pak modeste. Mendoj se të jap një kundër analizoj mirë çfarë ishte duke thënë. Unë mendoj se pasiguria e vajzave të tjera e bën Negisën shumë të sigurt, që është një plus për të është shumë e gabuar ky sulmi që po i bëhet Negisës, se unë mendoj se ajo është një vajzë shumë simpatike dhe mendoj se vajza patjetër që është sulm. Patjetër, po pasiguria e të tjerave nuk mund të bëj ty më të sigurt. Në momentin që ti je sigurt me veten tënde, patjetër që jo, sepse ti je individuale, por që e rëndësishme është që ti jesh pak me këmbë në tokë, se të gjitha vajzat janë shumë të mira. Duhet në pasarel në fund të ditës. E kuptoj që aty është një konkurs patjetër po i veçon atë lloj mënyre. Ajo atë qenurit me këmbë në tokë, pak e thjesht, pak e sjellshme me vajzat e tjera. Jo kjo prepotenca që jam unë. Ai si mund ta thot pak më shumë ndoshta për vajzat, duke parë se i njeh më nga afër. Atëherë unë mendoj që debati i tyre ishte pak pa vlerë, domethënë ato thjesht donin të krijonin një situatë për të marrë vëmendje. Ishte i stisur, domethënë, sipas teje. Jo i stisur, por jo diçka për të bërë aq e madhe ose për të marrë ato për masa. Shumë shpejt për të pasur debatet aty tipi pa e njohur njëra tjetrën. Ishte fajin ai sipas teje. Kujt ja lëti? Episodi i parë. Kush ka mundja të debat? Kush e fitoi? Kush e fitoi? Mendoj se Giselda e fitoi. Okej. Sepse Negisa e ka pak të vetbesimin, ndoshta e ka pak të tepruar ndonjëherë. Po kush problemi me vetbesimin më vajza, më vajza? Jo, nuk është problemi në vetbesim. Problemi është në arrogancën që ti mund të japësh nga vetbesimi jot. Sepse ne i kemi të gjithë syt në ball, ne shohim që është shumë e bukur, është shumë e mirë, është shumë e shkathët. Patjetër, i ka të gjitha. Patjetër. Nuk ka pse ndoshta ta ngrej pafund shumë veten e saj me fjalë, sepse po tregon veten e saj mjaftueshëm se si ajo duket. Nga ana tjetër kemi pasur, domethënë mënyra se si Griselda zgjodhi ta mbyllte fjalia e fundit. Si e gjykoni ju vajza? Mua nuk më pëlqeu fare pas aty kur tha që ti afrohesh vet gocave. Negisa të paktën është e sjellshme dhe i afrohet gocave. Ku është problemi këtu? Faktikisht, un pata një far ide tjetër që nëse ti ke një aura vërtet aq të këndshme dhe aq të mirë sa të tjerë të afrohen, duhet lësh të tjerët të ta thonë këtë gjë. Jo thjesht ti ajo që e thua. Shumë vërtet. Si mund të thuash ti un kam këtë aurën dhe prandaj më afro. Po ndoshta ka marrë review ajo. Lëri vajzat të ta thonë. Ka marrë review. A vërtet e keti këtë aurën kaq? Në një konkurs nuk kam për të ta thënë kurrë vajza. Siguroj unë. Që më mirë me vetbesim vajza e vazhdoni para. Ne kemi shumë të tjera për të diskutuar këtu, por duhet largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Dhe u rikthyen sërish, hapësira publicitare ishte shumë e shkurtër dhe ja vlen të na dëgjoni deri në fund. Biseda për Shizon Topin sigurisht do vazhdojnë në frekuencën 100 FM në Top Albania Radio. Vazhdojmë pak me tensionet e tjera. Një nga vajzat tha që shohin si konkurrente të fortë Ingridin. Si ju duket ju, Ingridi? A është vërtet një konkurrente e fortë? Të them
Mua personalisht më pëlqen Ingridi, ka një fytyrë shumë fotogjenike, po Ka një hieshi modele, do i thoja unë. Madje duket si franceze. Shumë. Photoshooting, ajo fotoja ishte Ka një fytyrë shumë e më se autentike, po. Por e di çfarë mendoj, vajzat nuk duhet të thonë emrat e vajzave që i duken konkurrente të forta, nëse duan të ecin në lojë. Edhe unë mendova këtë kur po e shikoja dje, ndoshta kjo ta bën duke parë kaq shumë sezone që kalojnë apo dhe pak eksperjenca që ti vetë ke kaluar. Dhe kur e shikon, thua ndoshta më mirë është thuash si konkurrente të fortë atë që që është më dobët. Që është më dobët, Për që drek. Pikërisht i përveç se po e ngre atë tjetrën që është lart. Duket që hapur që je hipokrite pastaj nëse thua. Çon si ka jeni një garë. Më mirë thua jam unë më fortë. Ta bësh, po. Nuk duhet jemi arrogante. Se si ne tregoj vetë. Po në këtë pikë jep shumë hapësirë për të ngritur vajzën tjetër. Në qoftë do kujtoja nga shizontopi im, kam pasur në fakt edhe unë një këtë vetbesimin, po të them të drejtën e kam pasur në një farë lloj shakaje. Edhe gocat kanë gjeshë. E di pse, se domethënë e merrja me sportivitet. Kisha ardhur ta shijoja, bëja qef, gocat i kisha shumë ishin shumë të mira, kishim goxha kimi me njëra tjetrën. Dhe në fund fare ishte ajo që të gjithë vinin edhe na thonin do fitosh ti, po ik mëson s'ka marrë për ta fituar, në mbarova tash. Me që jemi të shoqëritë. Si e shikon shoqërinë e Ingridit dhe Giselës ti? Ka shoqëri në një format të tillë? Po mi dhe ka. Të njëjtën pyetje ja bëj dhe Ajsi. Po ta thot Ajsi një herë që e kishte nga afër. Unë tani po mundem të lidh emrin me fytyrën. Mirë, pak e vështirë akoma. Ingridi ishte ajo vajza që kishte bërë foton duke u hedhur, mos ka bëj. Po. Ato të dyja që në fillim fakt ishin shumë të afruara bashkë edhe e pash që ndoshta mund të njihen. Ndoshta është miqësi nga jashtë. Ndoshta mund të jetë dhe miqësi nga Një jashtë. gjë që ka rënë në syrin ton, ka qenë kjo që Ingridi gjithmonë suporton Griseldën, si në rrjetet sociale, si në jo njësoj Griselda Ingridin. Ingridi thotë gjatë gjithë kohës që ti duhet ta fitosh, ti je fituesja, ti ke, do të thënë, okej, një shoqëri dyamshme atëre, apo Giselda se bën se thotë fitoj unë. E po ja bën mirë në Gisa pra. Jo, është pak e çuditshme kjo, se okej, të gjithë kemi pasur shoqe që Ti ke ruajtur miqësi nga shizontopi jot? A mendon që miqësitë që krijon aty qëndrojnë dhe janë të vërteta? Kam kontakte me disa nga vajzat akoma dhe miqësi që kemi ruajtur respekt shumë mirë për njëra tjetrën. Vajzat të cilat më kanë suportuar që atëherë dhe i kam suportuar patjetër në atë eksperiencë, kështu që nuk besoj se është shumë me pikë. Po, donjëherë shoqëritë që ti i fiton nëpërmjet këtyre sfidave dhe eksperiencave, ndoshta jashtë normale sënde, mbesin më të kanë themel më të fortë. Po. Varet nga karakteri i vajzave. Patjetër, duhet përshtatesh. Harroje shoqërinë. Ndërkohë ndoshta të shtohet të ndihmojnë njëra tjetrën always. Ndërkohë në këto sfidat që kanë javë për javë, te kjo e fundit është pyetur Deni në qoftë se kush nga vajzat mund të jetë lidere e grupit dhe ajo është përgjigjur për Suhen. Suhejla, po. Suhejla ka qenë dhe këtu, të dyja në fakt vajzat kanë qenë këtu prezente me ne në studio. Si e shikoni ju goca këtë? Suhejla mori shumë review të mira dhe nga Juria dhe nga vajzat, ecjen e kishte shumë të mirë, po nuk e di, nuk më jep atë përshtypjen si një lider. Edhe mua. Po, një lider faktikisht ka ca karakteristika që është me këmbëtok, ka një vi logjike shumë të fortë, ka argument, edhe zëri i saj dëgjohet. I bën njerëzit ta dëgjojnë, edhe ta ndjekin. Po, a ka lidera në Shizontok? A është Suhi me këto karakteristika? A ka lider në Shizontok? Dua të di unë se ka disa vajza që janë alfa e udhëheqin, po themi, të gjithë kanë pasur. Do shta ke qenë Tina dhe prandaj nuk e ke parë në Shizontok. Jo, kam thënë fare, nuk besoj. Ma më pëlqeu një koment i një vajze tjetër që tha këtu vërtet nuk ka lidera sepse janë shumë karaktere të forta dhe s'ka se si të ketë një lider. Pikërisht, po jo shiko, lider për çfarë? Sepse nuk, domethënë se cila është lider e vetes së saj, të gjitha po luftojnë për një çmim. Nuk është se janë dy grupe që po luftojnë për një çmim. Po, në këtë grupin e vajzave alfa që ne po cilësojmë, cilat janë ato më kryesoret e grupit për ju, që janë duke udhëhequr gjithë të tjerat. Ta them unë atë emrin. Mos e di se Po kem pra.
Nuk e di, mendoj se kanë dalë disa emra të cilat dhe vajza domethënë që vërtet ka shumë alfa këtë vit. Vajza të cilat kanë një vetbesim shumë të lartë dhe mirë bëjnë. Patjetër. Vajza të cilat janë gati ta sfidojnë veten e tyre pa limit, vetëm për të arritur atë qëllim, atë fitore. Kështu që është pak vështirë për të nëse janë 2-3, sepse janë shumë. Patjetër, po. Gjithsesi unë do këshilloja që të mos kishte. Ja, në vazhdim mendoj që do na triumfoj. Ti si mendon se Suhejla është lidere apo e konsideron të tillë në formatin e Shizon Topit? Në përgjithësi në Shizon Top mendoj që nuk ka lider, kështu që dhe Suhejla nuk mendoj se është. Ja heqim atë titull për ty. Po Suhejla është shumë suportuese. Shumë suportuese. Po ne vajza kemi ndonjë të preferuar aty? Një ose disa? Enxhi qerse ka një. Unë i kam thënë 3 emrat e mi. Domethënë ju ja kam thënë ju, po ju atë ende publik. Mua më pëlqen Negisa, më pëlqen Nancy ose Nancy, si do që ta ketë, dhe Megi. Mua deri tani më pëlqejnë gjitha vajzat, mendoj nuk lejo ato. Ti mos fal. Më pëlqejnë të gjitha. Do t'i them dhe unë dy se janë të dyja bjonde, janë shumë të mira. Është Ingridi që më pëlqen shumë, më duket tipike modele dhe ka një shpirt artisti. Dhe Denisa. Denisa është shumë cute. Vërtet, Denisa më pëlqen dhe mua vërtet shumë, por një emër që neve nuk e përmendëm, por më ra në sy dhe më pëlqeu pafund shumë në pasarel ishte Desi. Fun fact, çdo Shizon Top ka nga një Desi. Më kujtuar. Ne kishim 2 Desa faktikisht. Po se njëri duhet të ishte djalë dhe Desi. Njëri duhet të ishte Tenes kishte Desi. Desi kishte një vetbesim të papar në pasarel, më pëlqeu vërtet shumë. Denisa gjithashtu dhe Kriselta më pëlqeu vërtet në pasarel. Ne tik-tak ora vrapon, duhet të largohemi përsëri për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Dëgjues të Top Albania Radio, vajzat e Shizoner u rikthyen sërish, kjo është pjesa e fundit. Vazhdoni të na dëgjoni dhe të na ndiqni se prap kemi nga ato bisedat tona pikante, që dhe janë 10 minuta maksimumi dhe do i marrim malli për ne deri javën tjetër. E nisim me atë reagimin e fitores që pati Elmelisa, a ju duk ju një reagim prej fitueseje? Jo. Do të thënë mund të bësh çdo gjë. Mund të nuk e di, shkoj flokët. Aq e thatë në emocione jo. No. Po pse krijoja shumë debat? Po se ishte shumë e vakët. Një fituese, o zoti i madh, duhet jetë euforia në maksimum. Fitova. Un kam qeshur shumë për shkakun. Un kam qeshur atë. What? Po, ndoshta nuk e ndjen veten fituese ajo. Kjo ka të bëjë, kam përshtypjen. Po ti Ajsi si do kishe reaguar po të fitohesh Shizon Top? Po është, më fal Ajsi, është edhe një gjë tjetër, është emocioni kur të bërtitet emri jot, i cili të bën që ti të reagosh. Po, është momenti, emocioni. Do të mund ta kishin ndihmuar pak gocat. Duhet gjithmonë që një fitues ta prohorasë ashtu fitoren e vet. A mendoni ju që është kjo linja e dur për të ndjekur, edhe nëse ai person ndoshta thjesht zgjedh ta gëzoj fitoren e vet me vetveten edhe ndoshta mos e transmetoj aq. Jo, është reagimi që ti bën në fund, se patjetër kur kemi finalizimin edhe një emër fituesi për mënyrë se si ajo e përcolli apo që nuk e ndjon mjaftueshëm. Është ai momenti që thua fituesja. Shizon Top 7 është Nikol dhe ti patjetër që do të emocionohesh. Patjetër e kuptoj, po që ja. Ti për shembull do ishte hedh në pishin mbas fitores. Çfarë do bëj? Po, kështu që unë nuk fitova dhe unë nuk keni gata të shpëlim. Shizon Top e humbi për këtë gjë. Keni humbur shumë. Po mirë, shiko se vajzat shumë debate, po njëra nga ato që ka bërë më shumë debate ka qenë Emila. Emila ka bërë debat me Giselën, Emila ka bërë disa Derisin, po ka bërë edhe me Alesian. Edhe Gisela nuk mbetet mbrapa me këto debate, po ja merr Emila se ka 3. Ju duket pak po nuk e di ekspresive kot. Mendoj se shiko, luftohet në fakt në Shizon Top. Në qoftë se ka nga ato që luftojnë dhe për fituesen, ka dhe nga ato që luftojnë pafund shumë për showgirl. Domethënë e duan atë çmimin e showgirl sikur të jetë fitues. Ndryshon çmimi i vet. Po. Edhe besoj se Emilia është një nga ato vajzat të cilat po lufton besoj për çmimin showgirl. Si mendoni ju?
Ndoshta, ai si e peti Emilën, ishte shumë ngaruese. Unë mendoj që Emilia aty do të kapet, do me thënë aty do të... Aty do të fitojë. Po, aty do të fitojë. Ajo gjë e saj. Me laps e letër. Di çfarë do më pëlqente të dali një vajzë tjetër që ta konkuroj fort. Më fuqishëm. Më fuqishëm. Po dilni më goca Ta shifi Emilian ti pastaj të bë çmendurira. Sa arritet ti ta njihni Emil në mbrapa skene dhe në ato momentet që ju kaloni bashkë në backstage? Emilian shumë pak. Nuk kemi pasur. Keni pasur një distancë, patjetër. Ka qenë një vajzë ndoshta që ti e ke krijuar më shumë shoqërinë atë periudhë që kalove aty brenda? Po, Eli. Se një fëmijë dhe pak nga jashtë. Very cool. Ndërkohë në pasarel si ju duk Emilia? Mirë, si ishte keq. Po, vetbesim. Jo, nuk ishte keq. Goxha e tie mirë ishte. Ndalesa, momente, e mori kohën e saj. Më mirë se shumica ishte. Bravo Emila. Ndërkohë kemi pasur një prishje miqësie, këto miqësi që nisin shpejt dhe mbarojnë kaq shpejt nga Albionsa dhe Rigersa, sepse përsëri nga loja që patën këtë javë, Albionsa Rigersa pret që Albionsa t'i kërkoj falje sepse i tha që është shumë dramatike. Po dhe midis vajzave Rigersa është komentuar shumë si dramatike e grupit. Rigersa është ajo që pikturon. Po, ajo që shiste piktura. Që shet piktura. Po patjetër një artiste është pak dramatike. Duhet, Po pse duhet t'i kërkoj falje? Mendoj që është opinioni vet, po. Ajo tha, më ka bërë të ndjem keq midis vajzave, kështu që Mirë, mendoj që ndoshta mund ta kishte përcjell ndryshe patjetër, por që në ato momente mendoj që ka qenë pjesë e sfidës në fakt si pyetje, kështu që ndonjëherë ne përdorim shoqet tona për të shpëtuar. Vërtet. Pse duhet ta çojmë në kaq serioze? Ne çfarë po diskutojmë atje mbrapa kush është më çmendur? Kush është psikopat? Ta them pastaj detajina, se po rritet shumë urta, po ju se dini që psikopatja vërtet jam unë këtu. Ka mundë të kërkosh falje. Jo, në rastin e këtyre nuk ishte asgjë për të kërkuar falje, nuk ishte asnjë ofendim, asnjë gjë, po janë këto pretendimet e tepërta të më kërkoj mua ajo falje për hiçgjë, për asnjë lloj ofendimi. Ndoshta donte të krijonte ajo një dramë. po mirë, të pak Më the dramatike, unë tani do krijoj dramë. Nga i nati jo. Me që të deshe. Ti ai si besonte shoqëria e këtyre ose më saktë zënka e këtyre vajzave, Albionsa dhe Rigersa. Rigersa e merr pak personale. Çdo gjë, Po, e merr pak afër zemrës. Emisioni sot të Rigersa. Duhet i kërkoj falje. Preket pak shpejt. Çdo gjë e merr afër zemrës, për sa kam parë edhe. Po më mirë ti marri dhe në këtë mënyrë krijon dhe më shumë drama, një plus për të, kështu që. Dhe pastaj ja merr Emilës showgirl. Bravo. Strategji. Nëse arrin deri në finale Rigersa. Atë nuk e di ti. Po se arrin dhe Emilia se. Më pëlqeu. I zoti kthetra tajsi. Ajsi, sa urt na ndonjë këtu. Ajsi, faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit dhe ju. Ne shijuam bisedën me ty dhe pse ti ishe fjalë pak. Fjalë saktë. Unë prisja. Po, patjetër që me fjalë të sakta. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim. Faleminderit. Shumë sukses. Suksese edhe në shkollës, është një gjimnaziste, është mirë. Shumë suksese. Vajza, ishte shumë kënaqësi përsëri që ne ndam këto biseda së bashku. Po ashtu i urojmë edhe shumë suksese Nikola. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe ju që sot mundëm ta zhvillonim edhe She's on Top Clubin këtu bashkë. Kështu që për më shumë të reja, patjetër që do kemi kohën e mjaftueshme të shtjellohemi mjaftueshëm. Do të dalojmë ty. Të na nderosh më së miri. Dhe një lajm kështu i vogël dhe shumë i bukur që do kthehet i madh tani sapo e mora vesh. Ne do jemi këtu të premte në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Kështu që çdo të premte, po, do shihemi, do dëgjohemi, do kemi plot surpriza, plot biseda të bukura, diskutime, presim nga ju. Shumë autenticitet. Faleminderit. Super. Unë ju puth nga larg. Ne ju puthim dhe ju vazhdo. Dhe dëgjuesit e dashur që na ndjekin, më urojmë shumë puthje dhe dashuri. Një fundjavë të këndshme dhe shihemi të njëjtën tjetër. Vjen më shpejt nga ç'mendoni. Përqafime.